Përshëndetje miq. Uroj të jeni mirë kudo që jeni. Mu rikujtua ndërkohë diçka që besoj është interesante, thash po e ndaj me ju. Atëherë, çdo gjë që ne përpiqemi ta zotrojmë ose më saktë, çdo gjë që ne kemi realizuar tek jeta jonë, realisht ajo gjë është e jona që posedojmë në brendësi, ndërsa për sa kohë ende nuk kemi realizuar ato gjëra që jemi në përpjekje për t'i realizuar, ato le themi nuk është se na përkasin, nuk janë në autenticitetin ton, sepse ende nuk janë aftësitë tona, le themi, të mpreta për t'i realizuar, ndërsa gjërat që realisht i kemi realizuar, që nënkuptoj një lloj mirëqenie, një lloj le themi vijimësie dhe qëndrueshmërie, këto na përkasin neve, ndërsa për sa i përket gjërave që ende nuk i zotrojmë dhe i dëshirojmë, janë thjesht le themi gjëra që realisht me punë, përpjekje dhe sigurisht me disiplinë dhe edukim dihet që mund të realizohen kur t'i vi koha, por mbani mend që çdo gjë që tashmë është e realizuar nga evolucionin që kemi bërë deri tani brenda nesh, janë ato gjëra që na përkasin le themi në brendësinë tonë, ndërsa të tjerat janë le themi ende ato maskat që i ka gjithë secili nga ne, që përpiqemi shumë gjëra që ende nuk jemi le themi zotrues të atyre gjërave, po përpiqemi her pas here ta tregojmë veten sikur i zotrojmë, do thotë që janë përtej brendësison, janë ende të pa aksesueshme nga brendësia jonë, ndërsa gjërat që realisht sikurse po themi në këtë rast e kisha fjalën për ato gjëra që identifikohemi dhe madje kudo që shkojmë lejmë gjurmë, janë realizime të shpirtit tonë. Kështu që ditën e mirë miqë, dhe shpresoj që secili nga ne të bëj progres për ditë e më tepër dhe madje të bëhet versioni i tij më i mirë i mundshëm, sepse vetëm fal kësaj jeta jonë bëhet vërtet një le themi oazë dhe madje arrim të përjetojmë maksimumin e gjithë kënaqësive dhe le themi gjërave që na ofron jeta. Kështu që ditën e mirë miq.